Temperaturat e larta dhe koha me diell bën që Velipoja këtë të diel të kishte jo pak pushues që e kanë zgjedhur për të kaluar fundjavën. Edhe pse pak ditë na ndajnë nga fillimi zyrtar i sezonit turistik, vija prej tek Velipojës nuk është në nivelin e duhur për të pritur pushuesit. Por plazhi më i madh në veriun e vendit duket ende larg përgatitjeve për sezonin e ri turistik, që do të hapet pas një muaji. Mirë, shumë bukur, shkëlqyer, më pëlqen. S'ka filluar akoma, besoj, po mirë. Besoj se duhet fillojnë nga pak. Si vjet e kam da mene që Velipoj do rri. Ta kaloj. Mua më pëlqen. Gjithë ky plazh, gjithë kjo bukuri, civilizuar vendi. Kështu që për herë të parë vi si vjetë, se më shumë kam qenë nga jugu e këtej, po më pëlqen. Edhe ajri i pastër e njërën e tjetrën. Duhet kesh një çik xhepin plot, po që s'ka gjë, dhe atë mund ta bëjmë. Ultimatumi i Bashkisë Shkodër për heqjen e beach-bareve dhe mbetjeve nga brezi rënor duket se deri më sot ka rënë në vesh të shurdhët dhe territori është i pushtuar nga papastërtitë. Pushuesit shprehen se Velipoja i ka të gjitha resurset për të qenë një nga zonat më të frekuentuara, por shërbimet lënë për të dëshiruar në disa drejtime. Sezoni i këtij viti shpresohet për shkak edhe të zhvillimeve në disa vende të botës të rrisë numrin e pushuesve në vendin tonë. Por pyetja që lind përballë kësaj situate është nëse jemi ne gati për këtë fluks, kur autoritetet që kanë detyrimin të marrin masa janë ende larg një strategjie menaxhimi për plazhin.